Kosova nesër shkon në zgjedhje, janë të zgjedhjet në mos gabofsha të 5-ta që po zhvillohen brenda një viti e gjysmë. 2 prej tyre kanë qenë zgjedhje lokale, duke pas parasysh se disa komuna ka pas ballotazh. Po është hera e tretë që po votojmë për të njëjtat parti politike, jo për të njëjtit udhëheqës, se ka ndryshime në 2 parti. Pra ka në AK, ku ka ardhur kryetari i ri Ardian Gjini, dhe ka edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kyçja e Vjosa Osmanit si ish presidente, si bartës e listës, ende nuk ka funksion parti. Por gjithçka tjetër realisht në formën strukturore ka mbetë njëjta. Njëjtat kanë mbetë edhe problemet pak a shumë qytetarëve të Kosovës. Një të mirë kanë pas qytetarët e Kosovës për këtyre zgjedhjeve që sa herë po kemi proces zgjedhor, qeveria ju ka shpërndarë nga 100 euro dhe hyra tjera. Nuk e di çka ka më bë kur s'ka procese zgjedhore më. Sidoqoftë nesër të dielën pra përfundon procesi, kryhet votimi, pas orës 7 do ta marrin vesh rezultatin zgjedhor, do të shohim nëse ka pas ndryshime në Kosovë apo do të vazhdojmë pak a shumë njëjtë. Për të biseduar për këtë proces zgjedhor dhe për atë se çka duhet votojnë dhe si duhet votojnë qytetarët nesër të dielën, kemi kandidatin për deputet nga AK, Avni Arifin. Avnin mujve të fundit dhe viteve të fundit e kemi pa në studiot televizive, e kom pas kolegë, përse se edhe ky ka qenë opinionist ose analist në varësisht që ka qef me fol vetën, mi thënë vetës ose si thojnë tjertë, neve për a qenë analist, apo një thënë ma shumë vetës opinionist. Dhe do bisedojmë për të rastë. Avni, mirë se vjen. Mirë se gjej Astrid, faleminderit për ftesën. Duket hera fund që ke hyrë në garë politike ka qenë 2010-ën. Po, në 2010-ën për herë. Një botë tjetër është tash. Krejt një botë tjetër. Krejt gjithçka ka ndryshuar. Dhe më thonë maksimumi që ka ekzistuar atëherë Facebooku dhe s'ka qenë popularizuar. Tash po i shohim deputet të u bë prallë nëpër TikTok. Ti më duket si hinë kësaj. Jo, në TikTok e kam në krahasime të tjerë të jam shumë i dobët. Unë po më duket i takoj shkollës vjetër të jo, bëj çfarë të thash aty sa kanë ndryshuar. Ka njerëz që veç me TikTok po bëhen deputet. Sidomos në partitë e mëdha, sidomos në partitë në këtë rast. Ka njerëz që fushatën mesazhin me audiencën e kanë zhvuluar përmes TikTokut apo përmes Facebookut, sepse një pjesë e madhe e qytetarëve të Kosovës po përdorin, sidomos diaspora, është shumë aktive. Domethënë, këtë çështje është i përdorur rrjetet sociale në masën shumë më të madhe. Kjo ka bërë që më ndiku për para, për shembull, kur shkojshe me li vota, një njeri folke për 50 vjet. Tash secili qytetar po do të më bind, jo me po do të me secili me folje me bind se secili për një proceset, që besoj që është shumë më mirë. Domethënë secili qytetar me marr vendimin për jetën e vet, për bindjet e veta, me shpreh bindjet e veta, dhe kjo është në parim edhe esenca e lirisë. Dhe fatmirësisht ne çdo ditë më shumë po krijohet sisteme domethënë teknologjisë informative, inteligjencë artificiale, ku njerëz drejt për drejt i po mujnë me ardhë, me pa botën si çu po funksionon. Më duket ka pak një farmashtrimi i madh kjo puna, se di. Kjo është sfidë për gjithkohë me nda. Por një farmashtrimi i madh tash kjo ngarendja nga se një pjesë e mirë e kandidatëve për deputet po ndoken ka pak edhe gazetar. Shkojnë e dalin në terren, për shembull, si me dalin në terren e kanë një kamerë dhe flasin për një problem që ka zgjedhur qeveria. Pa marrë parasysh nivelin teknologjik. Kjo si pompat e benzinës një kohë që në një farë trendi të thonë hajtë tonë se him bom deputet me TikTok. Në fakt që mbo as ata atëherë me TikTok, ose me rrjete sociale, po as me media, ka qenë një konvergjencë e punëve. Një politikan do të me pas substancë. Njëherë ka bon horu, knasha t'i keshme. Njëherë munësh, po në fund ditës, pa marrë parasysh nivelit teknologjisë, pa marrë parasysh gjithmonë faktori njeri do t'jetë përcaktues. Edhe njerëz pa marrë parasysh postime në Facebook, kanë duhet edhe pa u taku me njerëz, pa u prek dorën, pa u shtrëngu dorën, pa fol me ta, pa i kqyr në sy, është problem me pas, njëherë mundesh më u deputet, po me pas një tardhme politike, konsistencë është bukur e vështirë. Api një AOK-ja gjithë votuesin e saj? Aleancën të kaluarën e ka pas këtë sistem, e ka pas një sistem që i ka njoft votuesit e vet. Domethënë, më thonë që në mënyrë manuale ku njerëzit i kanë votat e veta dhe hin garë, Aleanca ka qenë ndër partitë më të fuqishme në Kosovë. Se për shembull një deputet i Aleancës që zgjedh deputet me 8000 vota, i ka ditë sakt ku i ka votuesit e vet, sepse ka qenë e kaluara e tina, lidhjet familjare, përvojat, tradita familjare që i kanë vota.
Kurse partitë e mëdha për shembull ka deputet që i ka 100.000 vota dhe i thu a din ka hiki, nuk e din as 500 ku i ka. Për ata po ta bëj pyetje, është ty bosh mangja okay? Po përpiqet me bosh mangje. Ne po kemi përpik, domethënë strategjia e kryetarit Gjini është me deportu me forma tjera të çdo qytetari i Kosovës, jo vetëm të votues të aleancës, me njoft, domethënë çdo qytetari i Kosovës nga çdo kënd i Republikës së Kosovës, me njoft aleancën, me njoft vizionin e saj, me njoft programin e saj dhe po besoj që kjo strategji do të jap efekt sepse interesat tona, interesat e aleancës, vizioni i aleancës është në përputhje të plotë me aspiratat dhe me vullnetin e njerëzve që i ka Kosova në çdo pjesë të territorit të saj. Domethënë një strategji ku nga krijimi i një mekanizmi që mbledh votën në një mekanizëm që deporton te çdo qytetar i Kosovës me mesazhin e tij, besoj se do të ketë sukses. Sepse më mbaj mend, domethënë kjo idea kalon ka progun ajo nuk është e re, dikon pe vitit 2010 tani 2007 po posaçërisht 10 janë nisin mas 2010-s kur AKA prite e pat një rezultat mirë në 2009 në zgjedhjet lokale, pastaj një stabilizim 2010 çfarë kore pore kun gjithu folja e kalon AKA progun e kalon AKA progun e maj mend, por këtë ka qenë 2010 një takim zyrtar ishim edhe pa maj mend atëherë tash nuk është ngar ka qenë dhe konkurrent shumë i madh. Hashim tha që i pat thon dikush thoi kjo se kalon progun, tha di çka tha leni këtu, tha se 60.000 vota Ramush Haradinaj i merr vish me emën vet. Po a ky kalimi, tash se kemi Ramushin, e kemi Ardian Gjinin. Besoj që e kemi rritin, se çto mire ka pas që kur ka thonë 60.000 vota i ka Ramushi. Edhe që aty domethënë kur gati suzu aty 55.000. Te shohëm Ardiani apo bjen vot 3, po pres që edhe Ardiani ka me pru vot 3. Kjo sepse ne nuk e kemi pas një situatë klasike ku kryetari është shkarku apo ka pas pak natësi. Këtë aleancë e don Ramushin. Edhe ka dashur me vazhdu, ka qenë vullneti tina, dhe është pjesë e ekipës dhe lufton për aleancën, dhe kjo ka ndikuar që ne mos të hupim vote ekzistuese, por të zgjerojmë potencialin për votë 3. Kem kandidat që bien votë 3 në listën e aleancës, jo vetëm Gjini. Domethënë, i kem krejt parametrat, i kem për me pas një rezultat ndoshta më të mirë në që një kohë gjatë. Sa i përket këtij pragut mund bojnë përshtypje dhe opinionista dhe analista që më se veç çysh për të quajmë në çdo polzgjedhje thonë para zgjedhjeve thënë aleanca nuk e ka lë pragun. Pas zgjedhjeve nuk flasin tani. Vin prapë zgjedhjet, po ndodh kjo periudhë shkurtë. Po gjatë janë nuk e ka lë pragun. Jo, aleanca nuk e ka problem pragun. Se në luftën e kem qysh me pas një rezultat sa më të mirë me rrit përfaqësimin. Çka synon AKA realisht? Mos thojmë bi fitu zgjedhjet. Një ditë po, edhe me i fitu zgjedhjet, po, një rezultat. Unë zakonisht nuk kuantifikoj Astrid, se nuk e di, domethënë po që përpiqemi maksimalisht me pas një përfaqësim të duhur në kuvend, me pas shumë deputet se sa që kemi po, edhe është luftë e madhe që me pas një përfaqësim, sepse në kuvend Kosovës me 5-6 deputet, edhe me gjithat kemi arrit me ngrit zonin në temat më të rëndësishme. Janë të pakt ata që thonë se e vetmja opozit ka qenë Ramush Haradinaj. Ajo është nga aleanca. E na po përpiqemi që me u bë disa vetë që i dhojnë eko zërit Ramush Haradinaj, që jem disa vetë që i njohëm proceset, që kemi qenë për gjithë, unë për fehtën time, jam në gjitha, unë i takoj brezit në ndërtimit institucioneve të shtetit Kosovës. Kam kalu në për gjitha sfidat. I di dobësit dhe i di të mirat që mujë ne me i pas në një politikë ma efektive, po sa që kur është në pyetje politike, aja është me edhe qeverisja. Janë pastaj edhe kolegë tjerë që janë ekspertë me të vërtetë që njeh Kosova për fushë sigurisë, për fushë ekonomike dhe për fusha tjera. Po du mja nis me ngjarjen e fundit, tash intervista ashtu tematike. E patëm zëvendës ushtuesën e detyrës të ambasadores amerikane me editorial, ku e bëri, se me thonë, apelin e fundit që Kosova të rreshtohet energjetikisht nga SBA dhe jo ka Rusia. Si e pat? Astrid, unë për vehtën time. Këja është një parti e cila më shumëti në historinë e Kosovës është angazhu për forcimin e kapacitetit energjetik të Kosovës. Nuk ekziston një parti tjetër politike në Kosovë që ka tentuar më shumë se AKA me bë këtë gjë. Kjo është për shumë arsye. Dhe këtu meritat duhet t'i japim plotësisht. Do të thonë, pavarësia energjetike nuk është vetëm me pas rrymë më të lirë, edhe me i plotësu nevoja që mos më nalë rryma, do të thonë çdo qytetar jo unë merret me Kosova A, Kosova B. Qytetari do të me ditë kur, veç do të me pas rrymë gjithë dhe me pas lirë. Nuk ka të bëjë vetëm me të. Energjia është pavarësi për Kosovën.
pavarësia energjetike është siguri për Kosovën. Unë eftoj çdo qytetar të Kosovës me vlerësu këto që ka thonë e ngarkuara me punë ambasadës amerikane. Për vehtën time... Si e ke lexuar këtë editorial? Ato po dalë. Për vehtën time e kam thonë disa herë edhe si opinionist, suksesin më të madh që ka pas Serbia prej vitit 1999 Kosovë është kur me forma të lloj-llojshme ka mri me parandalu Kosovën mos me ndërtu pavarësi. Po se ka bo Serbia? Me mekanizmat veta, me njerëz të vet, me lobim të vet i ka bllokuar. E ka rolin e vet në këtë proces pa diskutueshëm. Letrën në fushat zgjedhore e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane ka shprehë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka kërkuar nga qytetarët e Kosovës me hap syt e me pa, a dëni me ardhë me neve në projektin apo po dëni me shku me Rusinë. Sepse nëse ti nuk shkon, nëse Kosova nuk kyçet këtë projektin amerikan të gazit, atëherë po mbetet vetëm Rusia. Është një pyetje direkte. Unë i ftoj një letër e tillë e kuptueshme që nuk deporton lehtë masat të një popull, po unë i ftoj qytetarët e Kosovës. Nuk është deportu. Jo, është ndoshta paktën po është vonë, po mos harro se këta kanë dërguar mesazhe edhe më herët. Ka qenë Palmeri, nuk kujtohet në Senat Amerikan. Para 2 javë Departamenti i Shtetit i ka thirrë Kosovën me zgjeru kapacitetet energjetike. Amerika prap po e ndihmon Kosovën me dal pej kthetrave ruse dhe serbe. Ju takojnë qytetarët e Kosovës me pa domin që na ka bo Kurti kur e ka ndalu Counter Global, kur e ka ndalu gazin amerikan dhe kur e ka lënë Kosovën të varën tënësisht nga mafia energjetike dhe nga çmimet e bursës. Çfarë do të jenë çmimet na do të me paguar? 259 milion vetëm vitin 2025 kemi paguar rrymë. Para me në që ka kështu mujtë me bo me qëto pare. 259 milion. Me pas ndërtu termocentral, 1 milion dikun është ka qenë një far parashikimi total i ndërtimit të termocentralit me thëngjell, i bjen ma lirë. Gati 300 MW. Po të llogaritë. Gati 300 MW. Po. I ke djeg 300 MW. Edhe kujt ja ka dhënë. A ka ma zullumçar një popull? Që ka me shit. A ka ma zullumçar se ai që ja merr paret popullit Kosovës? Pra, te kallëzojmë qytetarët e Kosovës. E kemi djeg një Kosovën B. Kemi djeg, po. Kemi harxhu në import Kosovën B. Parat e Kosovë pse ndërtojnë që do ta kishin ndërtu Kosovën B. Me çto parë e kishin ndërtu Kosovën. 260 MW, 1 milion ka qenë, 1 milion dollar ka konsideruar, besoj që ka rrot çmimi tash. A di çka do me thonë ajo çka për cilëtetin e jetës qytetare. Kur flasim për zullumçar, a ka zullumçar më të madh se një njeri që i merr 1 miliard euro qytetarëve të Kosovës dhe i jep mafjes energjetike. Sepse megjithatë energjia është në dorë të mafjes energjetike dhe a e blen direkt apo indirekt, baba i mafjes energjetike është Hamoviqi. Nuk ka njeri që mundet me kontestu. Nuk mundet kërkush me kontestu. Në amën të vetë atë huj, ajo është. Tash rryma nuk është plazma keks që e sheh produktin edhe s'mundesh me mashtru qytetarin. Po Vuk Hamoviqi ja shet dikujna në Shqipni, për shembull është NOA, që nuk e di sakt, po që përmendet që është në lidhje me to, një kompani dhe 400 milion euro ja kemë dhënë veç NOA-s. Qysh nuk e sheh qytetari i Kosovës, qysh është t'ia bo vorrin ekonomist vetë. 400 milion euro qytetarët Kosovës janë 400 MW. Kosova B dhe Kosova A. Në funksion. Absolut. Gati. Është e pa imagjinueshme dhe është e pa imagjinueshme se qysh qytetari i Kosovës po menon që është veç rrym. Jo, nuk është rrym, është pavarësi. Jo, është pavarësi. Luftë do të ketë gjithkohon. Edhe luftat që po bëhen sot në botë janë të bëu për naftë e për energji. Qeverit do të bien për energji, luftra do të ketë për energji. Ne i kem 14 miliard tonelata thëngjell që na ka beku Perënia, edhe na flasim për ngrohje globale. 1200 gigawatt i prodhon Kina me thëngjell. 160 gigawatt i prodhon Bashkimi Evropian. Dorën zemër ata po shkojnë ka reduktimi, po edhe nga rihapja e termocentraleve. Po, përkohësisht, po. Neve veç një, na kish bu qirak. E qato se ka ndërtu njerëz të Kosovës, e ka ndalu aleancën, e ka ndalu Ramosh Haradinaj me ndërtu edhe në 2008-ën, edhe në 2020-ën, dhe përveç që na kanë fy, na kanë shoh, sepse kem dasht Kosova me nda krejt për i Serbije, na me ju shqit aty në ata me na shqit neve.
Dhe ku jem tash aty? Jem tash duhet me pa marrë parasysh për rezultatit zgjedhor. Gjithçysh, kush do që tjetë në qeveri, është përcaktimi joni, a dojmë me shku me Amerikën, apo dojmë me metë me Shqipërinë. Nuk besoj që ka dyshime të këtilla. Në Kosovë dhe asë në skenë politikë të Kosovës. Më falë, veprimet nuk janë të tilla. Veprimet nuk janë të tilla. Këshëri veprimet. Mos e këshëri shka po flet, po këshëri shka po bën. Kur e anulën projektin Amerikan, nuk mund është me më thonë të që jam pro Amerikan. Plus asaj, projektin Amerikan që na këshëm pas 80 euro e këshëm pas rrymën. Ne kemë paguë 800 euro. Edhe kërkush nuk peshen këtë vend. Vitin e kaluam mesatarja që e kemi ble ka qenë 150 euro. Plus sa kemi pagu për transporti që s'kem foli për ta. Na kem pas me pagu 80 euro. Hej, para mena 80 euro. Dhe këta njerëz insistojnë, halar krenohen me atë punë që e kanë anulu Counter Global. Qysh më revla me diskutu këtë punë. Qysh me kallëzu qytetarit Kosovës, o njeri është të rënu të ardhmen. Është të rënu të ardhmen e fëmijëve tu. Cilin projekt, bre, hajtë mirë që energjia, sa ta speshojnë me sytë e me, speshojnë me sytë e Amerikës. Kallëzëm që ka jetu bo për këtë vend. Cilin projekt? Me sytë e Kosovës? Hajde me sytë e Kosovës. Cilin projekt? Hajde në ekonomi. Cilat autostrada? Nëse po thua asfalti kesh, autostrada si ke bo. Pse i ke nisë rrugën për Podijev, i ke marrë në qafë njerëz, hala është rruga e ndërtu me mënyrë katastrofale. Rruga e Dolcit, rrëth 15 persona në të 2 vitet e fundit jenë vërana atë rrugë. Është merë, edhe i ka ndo veç 3 milion euro, edhe 10 vjetë s'ka më ndërtu. S'ka nënë që nuk është të shqetsume për djallin e vetë kur jenë në Prishtinë për shkak që se rrugë. Po duket ashtu avni 51% i vitet e kalume. E vërtet që ne jemi tu përballë me një nivel të lartë të një popullizmi që ka deportu të çdo pore shoqënisë, të shumë pore shoqënisë, jo çdo fatmirësisht, jo çdo pore, dhe kjo i ka marrë për masat e një pandemie psikologjike. Njeri të thue pandemi, definitivisht pandemi psikologjike. Njeri e shes që po varfënohet, njeri e shes që po i nalet perspektiva dhe thot Alpin Baba. Është e paspjegueshme, shoh. Mënohna me kuptu logjikën, e pastë edhe në këto gjirimet që po i bojnë portalet në aeroport. Përmenmi 5 projekte të qeverisë, kur të thëtë opozita janë hajna, opozita janë kriminal. E ka shti atë shumë thikën e përçarjes. E ka kriju në mendësin e një pjesët popullatës që partit opozitare janë kriminal, janë hajna, janë mafiash, janë në të kësia dhe saher plet që qysh ka me i denu ata, qysh ka me i arrestu ata, fiton votë. Kjo mënyrë e të menduarit ka me sos këtë vend, ka me dëmtu, ka me i bot domet mëdhaja. Kosova nuk i ka 100 milion, na i jem krejtë njohëm njëni tjetërin. Kosova ka të ardhme vetëm nëse ne bashkëpunojmë njëni tjetërin. Nuk guxojmë na me e pa një parti si parti armiqësore. Unë e du Kosovën, jam aleancë. Unë besoj që edhe njeri që është në vetë vendosje, në PDK, në LDK, e do në Kosovën, po e dojmë pak ma ndryshe, po unë nuk e shoh njerin, votusin e partive tjera që është hajnë, as që është kriminal, po e dojmë ma të mirën. Ata e kanë shti një frymë, ka qenë skandaloze, me shti një fëmijë 7 vjetë me a shkru një vjerë, me thonë Allahu ju vraftë hajnë e kriminal. Po qëfar mendësie, qëfar degradimi, qëfar dërregje kanë pru Kosovën këta, nuk ka të ardhë me tuhën vendin. Njerëz duhet me i pa këta njerëz që po e përçojnë këtë vend, po dojnë me shkatru këtë vend dhe me shti thikën e përçojnë. Shtu ka du kësa njëri, që kjo pjesa e fushatës. Shtu ka du fakti që Kurti, që me thonë, e shion atë moment. Kjo është lajmi keq për popullin e Kosovës, është e pabesueshme nga zlidhja. Sepse nuk kemi një vox pop të marrë në rrugë. Jo. Aje ishte inskenuar. Hiç ka rëndësia është inskenuar, ka mund me qenë spontane, po si ai shijimi, mënyra se si e një lider që do popullin e vet. Del edhe kërkon me u ndal gjuha e linçimit dhe përçarjes. Ky është vet kreator, paktën në bazë të asaj që ka thënë njerëzit e vetëvendosjes. Gjuhun e linçimit dhe të përçamjes përmes rrjeteve sociale, divizja vetëvendosje e ka kriju me profesionalizëm. Kanë rekrutu njerëz për me i shoh, me i thy, me i delegitimu, me i linçu njerëz. A ka qenë gatshme ajo, veç është orientu? Gjithmonë Kosovë ka pas shohje. Ka qenë gatshme ajo. Na po flasëm ndryshe është kur ki të bëjsh me një krijim të sistemit, aty ka sistem të linçimit.
qytetarët të ndinë lehtë me shoh, ka pas edhe përpara. Nuk e ka shpik pyetje edhe sharjet, po që i ka dhënë sistem, që i ka kriju sistem dhe që e kontrollohet nga pika televizjes vetëvendosje nuk ka asnjë dyshim. Këto ta thotë çdo kush që ka qenë në lëvizjen vetëvendosje, që krijojnë faqe anonime, me mira, edhe për një moment të vërshohen njerëz me fjalë të matë ndyta. Kjo ka bëu që njerëz, për shembull, intelektual nuk dojnë as me dalin në televizor. Se dalin, se ta thonë një fjalë, diçka kritik për qeverinë kur të vërshohen nga sharrit, pyetjet. Kosova nuk duhet me pas kjo. Neve na ka pru, kemi mrime mbi jetues si këmbë për shkak solidaritetit të madh që e kemi pas mes njëri tjetrit. E kemi ndihmuar njëri tjetrin. Gjuha e armiqësisë ka me çu Kosovën ty qafje. E problemin më të madh ka Kosova se ka Albin Kurtin që po çon me çu vendet të qafje. Nuk na kanë pranuar Këshilli të Evropës. Asnjë për 6 vjet Ministria e Jashtme asnjë njohje nuk e ka mbërë. Ke vënë, ke qenë ambasador, ke qenë ministri i jashtme Andi. Çka ke po? Tash. Degradim total. Për 6 vjet ministrën tonë të jashtme njëri gjallë nuk dënë me pa. Kërkun në asnjë shtet, ne kemi pas potencialin bile edhe 10 njohje me i pas, sepse ka ndrru regjime. Është deklarat e madhe kjo. Jo. Nuk njohja ka shumë. Jo, nuk është. Vetëm Venezuela, vetëm Rami Amaduros t'i ka kriju mundësi për ato ishujt e vogël që janë me marrë njohjen. Trinidad Tobago. Këto janë anëtare të Organizatës Kombeve të Bashkuara. I kemi për shembull krejt ato shtetet për rreth, janë shtetet vogla. Venezuela mundet me ndërru qëndërime, se tash ka shëndru sikur Siria. Pa këto pa Amerikën si kemi marrë asat herët. Apo, a duhet na me Amerikën pak ma shumë me punue? Kjo ka degradu raporte me Amerikën. Nuk mund është shumë shtete nuk njohin ty vetëm se ti je Kosovë, po sepse din me i shfrytzu miqësi. Aty, se pjesë e Arabi Saudite e shfrytzu e fitum Sirin. Po ashtu e përtoron Erdoganin e fitum Sirin. Me pas përdor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë vendet atje të kishin njohur. Po ne nuk po bëjmë kur gjë, ne po koti ke Ministri Koti, Astrid. Në krahimin socialiste autonome të Kosovës, ka qenë sekretar për marrëdhënie me jashtë, u kishin hoti. Në atë kohë, që Jugoslavia u shtet e fortë, kem pas ministri jashtë, po në Kosovë të ishin ministri jashtë u kishin hoti. Në atë kohë ka pas në marrri me Fort Bright me bo marrëveshje me Universitetet Amerikane. Dhe me thonë, hej, krahinë e Jugoslavisë jemi kanë, po politikën e jashtme kem pas fokus, kem pas vizion. Pastaj me Rugovën. Kudo që ka shku Ibrahim Rugova ka ndërtuar urat miqësisë. Është trashëgu edhe pas luftës, edhe me Thaqen, edhe me Haradinën. Dhe me thonë, koncepti i shtetit Kosovës ka qenë në miqësi me shtetit po. është dëmtura. Sepse ke pas presidenti Vjosa Osmani, apo që i ka rujt lidhjet? Jo, ka qenë e pjeshme dhe këto kësha pas shef, se kur kem fol për energji, kësha pas shef që Vjosa Osmani në atë kohë me fol. Edhe në 2021 nuk ka fol. Vjosa e ka ru një dritare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bashkëpunu me Vjosën dhe kjo mënyrët menduarit i kushtej kësaj me përkrahen nga vetëvendosja, po më rritet paktën nga Arabia Saudite dhe nga Turqia me ne sigurua dy njohje. Po roli ka qenë zero. Vetë presidenti Osmani, sot nëse pëtnin, dhe nëse dënë me thonë, pa politikë dhe sinqerisht, tregon se marrëdhëniet me këtë alat, jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë në nivelin më të ulët në histori që të ekzistimit të shtetit Kosovës, po jo vetëm të shtetit Kosovës, po edhe shqiptarëve të Kosovës. Jo, e thot që ajo i ka ngrit në nivelin më të lartë. Najherë, nëse e pyesim atë. Ata ka thënë publikisht. Çdo kush, kur thotë që e kam rrit e pyet për rezultate. Cilat janë rezultatet? 6 vjet janë 3 njohje, vëlla. 6 vjet janë 3 njohje. Nuk mund është me më thonë ti, ose qeveria le të levdohet sa do. Asnjë njohje nuk e ka. Çka është rezultat, nëse flasëm për nivelin më të lartë, atëherë është e bordi i paqes. Dhe nëse po i referohet asaj dhe mënyrës se si hini Kosova në bord paqes, i jap kredit, sepse kemi mujtë aty ekstra me u dëmtu. Dhe domi me konë edhe maj madhë për Kosovë. Dhe në këtë aspekt nuk e mohoj. Po që 6 vjet ka qenë presidenti e Kosovës dhe ti si presidenti nuk e fol. Fund mandatit, kur si e mo me ta po flet për domet që ja kanë bo Kosovës, se kanë marrë marrëveshje me Lajçakun, se kanë qenë disa çështjen e bën stilit, fol kur jem pushtet. Ta të rëdvesoj, mas pushtetit,
sepse ke raporte, qysh ke raporte në e pa që nuk e punë, që që mesme e punë në bo. Nëse ke pa që televizin tash, ka qenë ministre jashtë me Zoja Donika Gërvalla shfarë, tash këtë qeverinë e fundit ministre e drejtësisë, si ke pa televizin? Sholla nuk e bën ministrinë e drejtësisë, qysh ka po ministrinë e fundit jashtme. Ministrinë e fundit jashtme i ka rënu edhe marrëdhëniet ndërnjerëzore mbrana për mbrana ministrie. Këtë thot çdo zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ka zyrtarë që kanë marrë pushim diplomat, në cilët shteti i Kosovës ka investuar shumë, kanë marrë pushim pa pagesë, i kanë qenë komision disiplinor, i kanë dëshkuar të i dërguar misione të gabueshme që nuk janë për ta, domethënë sepse që nga dita e parë është po ministrja Gërvalla, diplomat krejt që kanë qenë i ka po si kriminal, dhe si njerës që që i ka njerës të regjimit, nuk ka pas regjim Kosova, për mas këta po dojnë me u bo regjim. Po Kosova regjimi nuk ka pas një qeveri që ka mujtë me qenë ma e dopt ose ma e mirë, po regjim nuk ka pas, kurse krejt diplomat që kanë qenë i ka pas njerës të regjimit, si armit, edhe si kriminal. Dhe kjo kanë ndiku në prishin e marrëdhënieve ndërnjerëzore. Tash, nëse kjo me të njëjtën politikë shkon në Ministri të Drejtësisë, ne do të kemi një njëjtën situatë. Tërësisht jo kompetente për punë politike, për punë me njerëz edhe ndërtim të raporteve njerëzore. Avni, a këja sfundi përmes Daut Hadinat e bëri shumë të zëshme problemin e ligjit për shtetësi dhe regjistrimin e disa personave të cilët ai i konsideronte që janë të rrezikshëm ose kanë qenë të rrezikshëm për Kosovën. Ka pas edhe pastaj demantime kundër demantime, por si kanë ardhur ligji për shtetësisë, ne vish kur e pam që u bë. Astretu, unë kam qenë shef i bisedimeve të Kosovës. Dhe ligji për shtetësi nuk ka qenë kur kërkesë, as e Shtetet Bashkuara të Amerikës, as i Bashkimit Evropian. Dhe une, kur të punojsh një punë, vazhdon me çata njerëz që ke punu me shumë njerëz i pyet çka është puna. Krejt janë të befasuar, edhe në Bruksel janë të befasuar, edhe në Washington janë të befasuar ka herë të tina ligji për shtetësi. Po thirrën tuti që u kanë ndonjëherë për pakun e ahtisarit, se është përmend paku e ahtisarit. Pembrojmë pakun e ahtisarit. Mbrojti ministri i rreth pakun e ahtisarit, më shumë se ahtisari vetë me paskon gjallë. A kur ahtisari ka thonë do të me u bo Kosova shtet, ka pos protesta dhe i mbra njerëz. Domethënë çfarë situate interesante. Këtë ligj nuk e ka kërkuar as Washingtoni, as Brukseli. Kush e ka kërkuar, ata do të me dalë. Ka qenë kërkesë e Kosovës, nevojë e Kosovës. As nuk është nevojë e Kosovës. Nëse ka qenë nevojë e Kosovës. Me këtë ligj, deri në 200.000 Serbë që kanë qenë në Kosovë mujnë me lyp ligjin për shtetësi, mujnë me lyp shtetësinë e Kosovës. Këta mujnë me pas ndikim të madh, duhet marrë parasysh. Kush e ka shtu këtë ligj? Nuk e di. Është ligji më hershëm apo? Ne në 31 e saj është bukur problematike. Këta e kanë pa ligjin. Këta në fushat zgjedhore kanë bëgë gjoja se kjo do të mundësan... do të ka të trashëguar. Në Kosovë ka pas shumë çka të trashëguar. Mos harro ti duhet me këshyr edhe rezolutën 1244, disa gjene mund dikush me thonë po i kthejmë 999 policë serbëse në rezolutë 1244, por shumë se ne ka hongër koha. Tash, ligji për shtetësi, nëse bëhen 200.000, tash këto pensionet që pe ja rrit, këso hërt po jap ka 100 euro, do të dha tyne. Natyrisht. Apo, do të edhe pensionet me u pagu. E marrin ata pensionin në servis, si me thonë 300 euro, 400 dhe më të mira, po javçon edhe Albin Baba dhe 150. Vëshumë, po du me thonë që ka dasht. Me thonë që ka dasht, po e në ndërkombëtar me fitu, nuk fiton. Sepse kërkesë e kërkujt s'ka qenë, kërkush nuk po e kupton. Me thonë që po fiton diasporë, që ka po dëmë me fitu në diasporë, se diasporë nuk kemi pas qashtën e shtetësisë problematike për një familjar tonë, se tonë kemë familje. Nuk kam dëgju dikush në familjar jonë. Problemi është i vetëm për këta që vinë nga Lugina Peshevës. Është mirë me pyet Kurtin kush ta lypi atë ligj, se mes alat e Kosovës nuk e kanë lyp. Tash këtu unë nuk e kam ndërmend më marr me demantimin as të Ministrisë Punëve të Brendshme, as me akuzat e kujt të qoftë. Po unë po i kam këtu pyetje. Pse vëlla çka po të vjen me i regjistruar edhe 100 ose 200. Duhet me pas Kosova ligj. Gjithmonë duhet me pas ligjin. Po i po gjithçka në kohën e vet. Edhe duhet me pas debat më të gjatë, formën, organizimin, çka është moderne, çka po na duhet në rrugën evropiane. Ad hoc vendimet e dëmtojnë këtë vende, sidomos kur nuk e din kush është sponsor. Kush është sponsor i dhënies së shtetësisë së 100.000-200.000 serbëve? Kush është? Shtetet e Bashkuara të Amerikës po thonë jo. Bashkimi Evropian po thotë jo. Po nuk i ka pyet kërkush, po na kem punuar çdo punë dhe di se ata kishin krijuar për nesh.
ata nuk e ditën ka i ka orë kjo ide. Askush për tyne nuk për edhin ka i ka orë për ide. Ndryshe është ligjet tjera, ndryshe është obligimit që dalin nga procesi i dialogut. Ata po insistojnë në gjitha pikat e dialogut më implementu dhe nuk të lëshojnë për to. Dhe nëse mendot dikush që kemi me ikë obligimeve që dalin nga procesi marrëveshjeve, është ka e rem vehtën dhe është ka hedëm të Kosovën. Po s'mun është me ikë, po kjo këto asë ka pas obligim. Asë ja kanë kërkuë. Kush ja ka kërkuë, a i do të me i kalëtru Kosovës, kush ja ka kërkuë. Se Amerikanë nuk e kanë kërkuë, asë Bashkimi Evropian nuk e ka kërkuë. Si ka mund ky ligj i legalizon si banorët Kosovës kolonët sërbë, që jam sjellë nga luftat në Jugosllavi. Si ka mund kjo më lëviz? Se kjo është, për mua kjo është, si me thonë, skandaloze. Sepse ne e dim që UNMIK-u i pat pezullu ligjet që janë bërë nën masa të diskriminimit. Gjitha ligjet diskriminuese. Asnjë shtetësi, prokurorët, gjykatësit që kanë punu në institucionet gjatë kohës diskriminimit, edhe konsideru pesë suprimit të autorisë, nuk kanë pas drejt të ushtrojnë operacione. Edhe UNMIK-u i pat përjashtu. Pra çush është e mundshme që askund në atë ligj nuk përtlitet kërkun që në qoftë se kanë ardhur kolon nga lufta tjera në kuadër të masave diskriminuese. Ndaj Kosovës nuk e kanë drejtën. Baballosh që ne ka vushtëria. Krejt aty në tash. Ç'është mundshme të fitojnë? Se kanë ardhur nga Knini, nga Republika, nga Kroacia dhe të tjerë. Më ktheve në ato temat. Sepse kjo është se masat diskriminuese kanë qenë në kuadër si pjesë e masave diskriminuese. Të cilat as raportet, as ligjet ndërkombëtar nuk ta kërkon. Kur ka ardhur UNMIK-u në Kosovë ka pas problem me qeverisë se s'ka pas ligje. Sakt. Dhe i kalon ditë edhe është marrë një vendim në Këshill të Sigurimit të OKB-s që do të qeveriset me rregullore të PSSP-s, përfaqësuesit specialse, dhe me gjitha ato ligje të ish Jugosllavisë të cilat nuk janë diskriminuese për qytetarët e Kosovës. Gjitha ligjet që janë ardhur gati mas 89-s, mas shëmprimimit të autonomisë gati kanë rrapur. Ato gjitha kanë rrapur poshtë. Bile ka rrallën një që edhe para të 89-s ka qenë po. Edhe para të 89-s ka qenë, domethënë ka qenë këto ombudspersoni, ka qenë zyra ligjore e UNMIK-ut që e ka këshyrë ligjin e është diskriminues, për shembull kur ka pas ndonjë debat për ndonjë ligj. Dhe kur nuk është bisedu as nga UNMIK-u për kthimin. E personave të cilët kanë qenë të shpërgulur në atë kohë kanë thënë prekosisht nga Republika Serbe dhe Serbia në Kosovë, dhe që kanë qenë... Për ndryshe, unë kam qenë person përgjith standardet, nëse të kujtohet standardet për Kosovë procesi. Qështë është e mundshme që ne si Kosovë se kemi para po kërkun ligj? Jo, se kemi para po, se kam po të padrejt kolonizimin e Kosovës, edhe ndërkombëtarët e kam po të padrejt. padrejt. Se ne se kemi po, se askush se pranon kolonizimin. Sepse nuk është ngritë, ti tash ke marrë ligj që po jam një aty në shtetësinë. Ata them, pse nuk ka një nën ku përcaktohet që përpos kur kanë ardhur masa kolonizimi. Nuk e kanë përcaktuar. Dhe kjo nuk përcaktohet apo? Jo, tash nuk. Me këtë ligj tash ata gjithë kanë mundësi me marrë. Gjithë ata sepse shumë prej tyre për shembull ata mbaballoç, ata që kanë qenë rreth në pjesë tjera të Kosovës. Ka qenë pjesë, ka qenë kavushtria këtu në fshat. Ka qenë një numër i madh. Ka qenë edhe një numër i madh që s'kanë ardhur këtu, po e kanë marrë si vend qendrim, domethënë këtë ata e marrin. Unë vetë po di, këtë qëllimi ka qenë i politikës Miloševićit me rrit numrin e serbëve në Kosovë edhe artificialisht që me u zbrit përqindja e shqiptarëve. Po, sepse ata kanë menuar që mas luftës së dytë botërore, kur i kanë dalë kolonët, e kanë marrë se ajo ka qenë faktori kryesor pse kanë rru pozicionin demografik në Kosovë. Dhe ka qenë strategji e tyre që 250.000 serbë e ikun nga Kroacia, në mënyrë sistematike, gradualisht me vendos në Kosovë, shqiptarët ashtu kështu i dëbëjshin, domethënë para viteve, para luftës, dhe gradualisht me politikën e koloniste, me zvoglu me nërru pozicionin demografike dhe me sërbizu Kosovën, kjo ka qenë strategji e tyne. Tash unë pyetja jeme për Kurtin është, pse këtë ligj tash? Kush ta lypi? Çka fiton Kosova me këtë ligj? Çka? Se këtë përpos. Çka fiton Kosova? Unë nuk di. Për besom, unë nuk e di çka përfiton qytetari i Kosovës. Qytetari i shumicë, qytetari i Kosovës nuk e di çka fiton me këtë ligj, nuk fiton kurrë. Veç i fiton rritjet përqindjes së serbëve në votime, rritjen ata ne kemi pas vende të rezervuara që janë ata për me marr vota më shumë. Më shumë se 100.000, ata po shkojnë deri në 200.000 që po thënë kanë më regjistruar sepse Serbia
O shteti organizuar, ja ka nisë veç ka vërshu numri sërve që janë të organizuar. Unë nuk po e kuptoj. Edhe po befasona, pse Kosova nuk po lyp prej Kurtit? Pse këtë legjë? Kërkush se ka e Kërkush se unë po ja bëj qëta shtë pyetje. Pse këtë legjë? Unë kam qenë shef bisedimeve, e di që s'ta ka lyp as Washingtoni, as Bruxelli. Kur se kemi dëgju? Kur s'ta ka lyp? Po se kemi dëgju se kërkush as mus ma ka kërku, as kërkun temë se kom pas. Kur temë se kom pas proces bisedimeve. Se egzisto ky legjë. Çka i ka ronë men ati mirë? Çka i ka ronë men? Çka po don? Kush ta ka lyp atë legjë? Bashkë po më intereson me ja po që pyetje. Vesh me le të kallzon kush ta ka lyp atë legjë. Nëse po më thu që kam me përfitu diaspora mërgata, është rrane kullume. Nuk përfito kur gjë. Për diasporën e mërgatën, Kurti, vetëm në gjohë që e ka bo, është me lehtësu procedurat e votimit për 6 vjetë. Kur gjë për ta s'ka bo. Nuk e ka bo asë një marrëveshje, që sigur këtë 2 milionë që para zgjedhjeve që po përpiq. Nuk e ka bo asë një marrëveshje me aviokompanit me rrit numrin e destinacioneve. Shqipnia ka rrit 133 destinacione, na kemi mbetën 30. Me vizerin, Shqipnia i ka 80 destinacione. Na kemi një 8. Ti kemë pej 2020. Besi vjetë. Shpesh hi e kësyri aty së shtu dhe një. 7 këshret që ta shtetin, kush ka aplikacion le të hyrë në vizer, 7 ka, i kumë numëru ka një, 7 ka pos, si vjetë hynë me 8 vija të reja. Macedonia, 14 ka pos, si vjetë hynë me 7 të reja. E këta thamë për shkak të krizës, dhe me thonë, veç për ata që të rojnë Kosovë, pas kanë krizë, i pas kanë do 2 milion për 2 kompanit që këtë qytet e fletë që në të afërta me të qeverin Kurti. Po, me vetë vendosin. Po, së është ajo teme e emja. Teme e emja është se ka mbet aeroporti i Prishtinës, është të shëndru një aeroport, vetëm për qytetarët e saj dhe mërgatën. Kurse aeroporti i Shkupit dhe aeroporti i Tiranës po shëndrohen në aeroporte ndërkombëtare. Hubë regionale. Na jemi metë, për shembull, për se s'pe përmeni me emna, për ne unë i këmbut do pare, shkej marrë do aeroplana me qira, janë gjesë emnin Astriti Airways, edhe të bëj një për Stuttgart, një për Zürich, një për Basel, sepse ka shumë ullëtar, asë nuk ka siguri, asë nuk ka stabilitet, asë nuk ka të ardhme, asë turistike, asë ekonomike. Qërëma, Shqipnia, Ryanair, ka hi me 40 destinacione, Kosovë, asë që fletë kush për ta, EasyJet i ka 3, ose 4. Faleminderit shumë. Faleminderit Astrid, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.